Për shkak të çmimeve të larta, rrugat e dobta edhe nuk mujmë mu shi si që duhet. Qështu me kolita, po mundohem me bek, na i din na. Nuk krahasohet për shembull si me Gjermani dhe me Kosovë. Bile atje kesh çmime edhe ma lirë se të na. Po çmimet janë të larta për stepërmi, për shkak të rrugat e dobta, sidomos pensionistëve. Me 200 euro, 120, ka mund me marën, s'mund me marë kur gjejq. Mirë po s'kemi shka bojmë, këto udhëheqësia, gjitha qeverit. Gjitha qeverit e kanë bu kështu, jo vesë kjo qeveri. Për të varfën nuk mendojnë fare. Po shtrajt me standartin tonë, ka 3 euro speca, domate që ashtu në do vena. Ai që ka t'holla blen shka dojnë, ai që s'ka që ashtu shkon. Për shkak çmimeve të larta, rrugat e dobta edhe nuk mujmë mu shi si që duhet, po ushimi dopt. E shëndetshme. Çmimet qysh mos janë. S'ka gjonë duhet Allah çmimet në altë të rrugat kur gjonë duhet Allah s'ka. Qështu me kolita, po mundohem me bek, na i din na. Po shfarë të bëhet e mundësi, po ku më mos, po a gjonë duhet Allah. Penzjet e liga, s'ka gjonë duhet. Shumë në të. Jashtëzakonisht. Për standardin tonë janë shumë të larta. Edhe nuk krahasohet për shembull si me Gjermani dhe me Kosovë. Bile atje kesh çmime edhe ma lirë se të na. 4 euro gjys, 5 djekësit, 4 euro gjys kanë. Edhe në shitore, edhe këtu në treg, që ashtu, shumë është. Sidomos ta që janë në penzion, është katastrofë e madhe. Këta kanë jetën të vështërsume. Me pak pare, a me blej laçe, a me pagu rrymë, a me ushqim me hangre. Shumë vështire kanë. Në vitet e fundit nuk ka pas ndonjë reformë strukturore ekonomike, sidomos të politikat fiskale. Po ashtu si duket subvencionet dhe grantet që janë dhënë për bujqësi nuk e kanë dhënë efektin e duhur në rritjen e kapacitetit prodhuese në Kosovë. Përderisa gjithçka shumica produkteve po importohen, natyrisht edhe çmimet i nënshtrohen, domethënë politikës së importeve. Por si duket edhe institucionet tjera monitoruese nuk po arrin të mbikëqyrin, si thot, lidhshmërinë e tregut. Edhe autoriteti i konkurrencës, por edhe Ministria e Tregtisë e Industrisë nuk kanë dhënë një plan efikas të monitorojnë për shembull rritjen ose abuzimin me çmime në treg. Edhe kjo po tregon që domethënë këto rritje të çmimeve domethënë janë rritje enorme, sidomos nëse flasim për specin e produkt që është shumë i kultivuar në Kosovë dhe produkt që para 3 vitesh për shembull ka pas një çmim as 2 euro janë këtë kohë, sot e kanë mbi 5 euro. Duhet rritet kapaciteti i prodhimit. Sot është një shumë e madhe që Ministria e Bujqësisë ndan për fermer të ndryshëm, por pos shifrave që japin, domethënë qeveritarët, që është një shifër e madhe, domethënë miliona euro për këto për rritjet kapacitete, por si duket rezultati është barazë me zero. Ka edhe abuzim me çmime.